se si Allahu xhaleshanu përmirëson konceptet njerëzve. E kem në surën El Mu'minun, Allahu xhaleshanu thot: "E fa hasibtum ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, e fa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un." A keni llogarit se ju kena kriju kët e ju tek ne s'keni për të kthyer? Pra pyetja është pyetje që thënë pyetje retorike. Jo se po don me marr përgjigjen për neve, po don mana tregu përmes pyetjes e dini vet, menën e vet, a thu ju kena kriju këtë, s'keni më kthy te na? Pra nëse keni dikush e ka këtë bot kuptim, e ka gabim. Se s'është Allahu xhaleshanu nuk bën këtë. Edhe vazhdon ajeti Fata'ala Allahul Malikul Haq. I lartësuar qoftë Allahu mbreti i vërtet. Pra i lartësuar qoftë Allahu me bë diçka këtë. Mana pas kriju neve këtë ose mos me pas ringjallje pastaj. Në ajet tjetër, në surën Al-Ankabut në fillim atje Allahu xhaleshanu në ajetin e 2-4 e hasiben nasu e yutraku e yaqulu amanna wa hum la yuftanun. A kanë llogarit njerëzit të thonë se kena besu e mos të sprovohen? Nëse dikush e ka këtë botë kuptim, unë kum besu jam besimtar, çka ka mos provuar, Allahu bëhet, a kanë llogarit njerëzit të thonë kena besu e mos provu? Domethënë s'në rregull këtë botë kuptim. Vazhdon ajeti i 4 tani, ku thotë am hasibal alladhina ya'maluna as-sayyi'ati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. A kanë llogarit ata të cilët po bojnë keq se do të t'i pështojnë dënimit tonë? Një botë kuptim tjetër. Bën çka duhet se s'ka shpërblema, s'ka ndëshkim. Në fund çka po thot Allah, sa'a ma yahkumun. Sa keq po gjykojnë. Pra është botë kuptimi i gabuar. Vesh për përmenëm disa ajete shumë shkurtimisht që Allahu xhaleshanu më tregu që Allahu xhaleshanu po don manaj përmirësu konceptet neve njerëzve, botë kuptimet, pikpamjet tona që më pas sa më të sakta.